Dhe bëhuni gati tani për këtë. Olsa e dashur, ja ku jemi në një studio, skena dhe studio janë vendet ku këngëtari falet. Olsa, ti ke qenë edhe herave tjera në studio, nuk është hera parë që jenë në një studio. Po, kjo është shumë e vërtet, ka kohë, më thënë që unë jam gjithmonë në kontakt me studio. Kam dhe në shtëpi një home studio të vogël ku ne bëjmë ato prodhimet tona të vogla. Sa mirë, atëherë do ta dëgjojmë bashkë këngën, ta këndojmë tani në studio, të ndigjoj se si do t'i ngloshti Mother Earth. Olsa është një këngëtare fantastike, një këngëtare e kalibrit ndërkombëtar. As nuk e veja ndyshim që Olsa do të ishte në finale. Për mua, Olsa është e mrekullueshme dhe duhet të jetë fituese edhe Voice of Albania, sepse zëra si Olsa vijnë vetëm një herë. Olsa, kujdes. E fillon me Butterfly? Do me thonë, le t'jetë si sin ajër fillimi, le t'jetë ashtu bukur si kristal, gjdo notë e rëmbullakt. Edhe kur e ke atje sipër, ajo bëhet me falset, mirë po ma bë me falset të plot, mos e rezervo zërin. Pastaj pjesën e dytë ma kalon me zë gjoksi. Intonativisht, perfekte, bravo. Më ka kënaqur dhe më ka lodhur pafund ky Voice, ka qenë eksperiencë shumë e bukur. Nuk është si jethet e së premtes dikur, që isha më me pak përvojë dhe më me pak eksperiencë. Tani kam eksperiencën, përgatitjen dhe profesionalizmin. Jam shumë e kënaqur për çfarë ka ndodhur deri tani dhe jam shumë e lumtur që i shkova deri në fund.
Olca këndoi një cover të Within Temptation. Se mos gatrohemi në për këto degët e këtyre pemëve. Kështu kanë përfunduar ato. All links të ty. A ju pëlqeu e? Kjo është një këngë pak e dëgjuar dhe mbesoj është shef i madh kur me një këngë që është pak e dëgjuar arrin që të përçosh emocion tek publiku, mendoj. Të tilla këngë që janë keltike, do me thënë janë shumë prekin zemra, prekin emocione, janë të tilla. Kënga quaj Mother Earth, ndaj dua ta nis me Elsën si një njeri shumë i dhënë dhe i dashuruar mbas tokës. Elsa? Po, dua të them që ishte realisht një moment tjetër spiritual i shfaqjes, si nga ana vizuale, dhe Olca përsëri atje lart si ndëre, në fakt ishte në tokë dhe ja krijuan ret me një fartymi, po ajo me zërin e saj ishte gjithkohës atje lart si mbi re, dhe ishte tepër e vështirë teknikisht të rish, është tepër e vështirë teknikisht të rish gjithkohës atje sipër, me intonacion perfekt, me nivelin emocional gjithmonë haj, me frymën gjithmonë në kontroll. Olca, magnifik. Bravo Olca. Ti çdo herë je më e mirë. Konfidenca jote është në rritje, edhe për me mahnit me vokalin tënë, ki një teknik të jashtëzakonshme, ki një zo dhe një shtrimje në alcina, në cilat zoni jute është kristal, edhe shumë bukur, për më vjen shumë mirë që e ki marrë këtë kongë, cila ka tonë keltike, për me na nëzirë pak prej bluesit dhe soulit, edhe urime, për një me shumë ki pëlqyer. Sidrit. Për shkallën e vështirësisë së materialit foli Elsa edhe Genci. Përveç atyre që u thanë, mu më knaq shumë sinceriteti dhe marrëdhënia që i ka Olca me vokalin e saj. Normalisht që s'është absolutisht e thjesht të qëndrosh në ato nota aq lart dhe pa pas asnjë luhatje të intonacionit, po mi gjitha më pëlqen shpirti dhe karakteri me cilën ajo i sjell këngë të tilla. Dhe mbetesh sërish një pikë kulminante e mbrëmjes sonte. Bravo. Aty përballë nesh te Genci ka qenë një zonjë që ka mbajtur Peliçën gjithkohës veshur, sa dole ti këndove këngë hoqi Peliçën. Yes. Do të thënë, sikur mos kemi bër asnjë gjë, më në fund e arritëm që dikush të ketë vap nga një performancë. Ledion, po koti re grus në qafë zojës, qa mund tjetë, po nuk e ka Peliçë më djalë është shallë. Është shall. Po, pra. E me mirë të shi, se ne themi Peliçë për të rritur pak vlerën e shallit. Pa është të angelit duke kërthit të shall. Si që thua ti shtrirje sa mbitus, ta shi më lërë ti them dhe unë shallit Peliçë, a kupton se s'ka një problem. Tani, pardonne-moi, a kupton? Pa, t'lutem. Jo këtë është zgjedh kjo këngë, Celtic ose Kelte, sepse keltët e përdorin shumë fyllin dhe ka raste edhe gajden. Dy elemente të cilat edhe ne i kemi në etnosin ton shqiptar. Dhe zakonisht, kur ndigjon një këngë kelte, është e pa mundur, Celtic që i thonë ndryshe, është e pa mundur, do me thonë, ai melosi Irish, irlandes, të mos jetë pak i ngjajshëm me melosin shqiptar në përgjithësi. Po, antropologjikisht e Elsa, ne kemi shumë të përbashkëta me irlandezët, apo jo? Kemi ca. Po, besoj se po, po. Nga që ti lexon thash prandaj. Po. Do nuk doja të zgjatë, se është po. Dhe ideja që të jipe kjo këngë, unë e dija që kjo këngë është e tmerrsisht e vështirë dhe gjithkohën sipër, mirë por nuk mund ta leja pa edhe një melos të tillë, një etnos kaq të bukur të muzikës kelte e gërshetuar me rock. Absolutisht, sepse ishte një cover i Within Temptation. Shumë krenare, shumë! Olca, finalistja jonë, nëse doni që tjetë fituesja e madhe The Voice, atëre dërgoni emrin e saj, thjesht shkruani Olca dhe çojeni në 56666 nga Shqipëria, 55099 nga Kosova. Edhe një herë për Olcën!